Vet e premtoi, por nuk e realizoi. Në 2 tentimet, Albulena Haxhiu ishte pasuksesshme për ta kaluar edhe përmes gjykatës kushtetuese ligjin për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Kjo punë i mbeti tash Donika Gërvallës si pasardhëse, e edhe krejt qeverisë që këtë dokument po e quajnë top prioritet. Andaj janë aktivizuar që t'i përmisojnë gabimet që i gjeti kushtetuesja. Në përputhje të plot me procedurat ligjore, projekt ligji do të procedohet dhe votohet në qeveri dhe kuvend me adresimin e rekomandimeve të gjykatës kushtetuese, e cila ka shqyrtuar dhe rekomanduar për ligjin në aspektin procedural. Nga partitë opozitare presin që kjo të bëhet për një mend, jo për sy e faqe. Duhet me pa çka ka ndryshuar në atë ligj, po nëse ligji nuk përfshin ndërhyrjet, sugjerimet që i ka pas edhe gjykata kushtetuese, edhe ekspertë sojtime, edhe Këshilli i Evropës, shumë institucione ndërkombëtare, atëherë kjo është edhe një tendencë me po politikë me të. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës e përkrahin sërish, por me kusht. Mendoj që nëse ka seriozitet, atë cilën gjë nuk e kemi pa, më shumë ka qenë propagandë e lëvizjes vetëvendose, do të ketë dakordim për ato amandamentet e cilat nuk prekun në lirinë dhe të drejtat e njerëzit, por edhe në aspekte tjera ligjore dhe kushtetuese, dhe t'ju hapim rrugën e reforme e cila është edhe pritshme dhe ka qenë e përkrahur edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për herë të dytë, ky ligj ishte kthyer në pikën 0 nga gjykata kushtetuese, e cila konstatoi me 5 vota për dhe 2 kundër që ligji për Byron është gabim në 5 nenat e Kushtetutës së Kosovës.